Mirë përshëndetje të gjithë dhe mirë se keni ardhur. Unë jam zëvendës kryetari i Unionit të Emigracionit Shqiptar, quhem Arber Nezha. Mbledhja kam organizuar me rastin e 72 vjetorit profesorit Bashkim Balani. Antarët e Unionit janë disa, këto janë nxënësit. Thjesht nxënës kemi prap, kolegë janë prap 2 kolegë. Edhe kemi mi dhënë certifikat me njohje me rastin e 72 vjetorit, cilën e kemi bën ngur. Por vetëm origjinalen e kemi në kornizë. Edhe i kemi porosit edhe i tort në ABC. Po përsisht se kam poshtë më të dytë. Tani të flasim për Unionin, kemi shumë për të folë, po tani kemi ardhur vetëm për të folë për profesorin. Tani, i zëta Gjilli e ka si radhë. Mirë Bashkim Numëror, 72 vjetë. Është kënaqësi që mblidhemi, sigurisht që për ty nuk mjaftojnë jo 20 veta që jemi ne, po i 100, 200 e gjithë lashit tjetë i pranishëm në një fest modeste tënde. Unë kam shumë për të thënë për Bashkimin, sepse Bashkimi ka qenë një koleg i mrekullueshëm që kur kam ardhur unë për herë të parë kam gjetur, ka ardhur para meje në gjimnazin e Laçit. Jemi larguar 1-2 herë të dy e jemi kthyer prap, por kemi qenë gjithmonë miq të mirë. Qoftë me Bashkimin, qoftë edhe me bashorten e tij, kemi qenë miq të mirë, mësues të letërsisë dhe mësues të gjithë të rinjve të qytetit Laçit. Ajo që është e veçantë e Bashkimit është se Bashkimi kur nuk kishte negativitet në marrëdhëniet me nxënësit dhe me kolegët. Përkundrazi, Bashkimi është një njeri që nuk e thot kot dhe për dogma të që me ne fitojnë të gjithë, dhe mua kjo më ngelet nga gjithë veprimtaria e Bashkimit, ai e thot me gjithë shpirt, me gjithë zemër, që me ne fitojnë të gjithë. Po, ti je pranë Bashkimit, punosh me Bashkimin, të dëgjosh fjalën e Bashkimit, është me të vërtetë që fitojnë të gjithë. Certifikat mirënjohje, Unioni Kombëtar i Emigracionit Shqiptar, akordon profesor Bashkim Balani me rastin e 72 vjetorit të lindjes, në shenjë vlerësimi dhe mirënjohje për kontributin e çmuar në arsim, për kushtimin e palodhur ndër vite dhe dashurinë e veçantë ndaj nxënësve. Figura juaj si mësues dhe edukator mbetet frymëzim për breza të tërë, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në formimin dhe edukimin e tyre. Me respekt dhe mirënjohje të thellë, ju urojmë shëndet, jetë të gjatë dhe suksese të mëtejshme. Unioni Kombëtar i Emigracionit Shqiptar, Dega Lezhë, kryetar Arber Nezha. Ja dërshoj një merë hysët me që kjo është nxënësi më i vjetër i Bashkim Balanit. Urdhëro, si edhe ka shumë. Është kënaqësi e imja, shumë e madhe dhe pa kufi, që t'i jap një certifikat mirënjohje ishëm mësuesit tim para 50 vitesh fiks në vitin 1976 kam filluar gjimnazin në këtu dhe kam pas një mësues të parë, profesor Bashkimi dhe mësues i Zotit në salutën e gjetë aty dhe lui konsideratet më të mirë për atë brezë mësuesës që kanë qenë mësuesët e artë të gjimnazit Laçi. E kanë radit në mësim dhënien e tyre nër gjimnazet më të mira që ka pas Shqipëria në atë kohë, në 5 më të mira, por mos më thonë më i mirë nga gjithë. Unë, profesor Bashkimit, ju uroj jetë gjatë dhe suksese, dhe njëkohësisht ju uroj suksese, besoj shpreh edhe një kuriozitet për disa prej juve që nuk e dinë. Profesor Bashkimi ka marrë përsipër të bëjë një libër më kuptime me ish nxënësit dhe mësuesit të gjimnazit Laçit, që besoj në rastin e 16 vjetorit, do ta promovoj për para një auditori që profesor, të uroj jetë gjatë. Brime, edhe një qenë. Unë dy fjallë e duhet të them. Pra jam një befasor. Si thonë surprizë në detinën time,
edhe befasi, dhe një kënaqësi jashtëzakonisht që unë mbetëm pa fjalë. Dua t'u falenderoj nga zemra e gjithë që jeni këtu, veçanti kryetarin e Unionit të Migracionit Shqiptar. Arve, ishtë në zënsi, ishtë kërësyrë në të kemi një episod që kur mësuesit kajnat dozohet të në shkrim, edhe thoi nuk duhet përgjigjen më. Kështu Arve? Kam frikta se dhe më thonë ta kam mësuar mirë lëndë. Po i thashun, po i kam të në shkrim dozohet, mos para përgjigje, mos para pyetje. Dhe kështu bëri Arve. Dhe mori not maksimale, sigurisht. Faleminderit në zemër. Faleminderit dhe nga ti. Unë, ashtu që shtavi me zotave e ata që folën, jam përkushtuar punës, dhe më ne kam tash punën. E kam përqyrë njëriun e punës. Ku do t'jetë? Në bashki e ku do të më në çdo punë që është. Kam përqyrë ato që të se falë që është të rrinë, se ta si e të rrinë, shkemë të fasë në rrinë. Janë bërë të dhe punë, atë unë një kam thëmë, janë bërë të rrinë. Sot është një festë për mua, se është një ndërsim jashtëzakonshëm, një pari, dhe i pari në gjitha llojet. Se unë kam planuar, kam bërë një set festivale para qytetit, kam bërë punë në Pallatin e Kulturës, nuk kam marrë një ndërsim do të thonë. Gazeta për vjetë e gjimnazit për aktivitete, mbi kohën e mësuesit. E falenderoj gjithë ata që më kanë ndihmuar dhe aty në shtëpi, që nga zyrat arsimore, kur ka filluar Luli ka filluar dhe puna ime. Se Luli nga hapësirat, në fakt deri aty isha i ndaluar, nuk më lejoi të bëja asgjë. Por edhe Luli nga të lirë. Pasi erdhi Gjoni nga të lirë, pasi erdhi Vojsava nga të lirë, kam i gjithë drejtorët e kisha lirë. Falenderoj dhe ata që s'janë. Tani profesor certifikatën disa për shembull e mendojnë se po t'i japësh certifikatën një jep detyrë më e madhe se ai. E vërteta nuk është ajo, e vërteta është se detyrë është më e madhe ai që e merr certifikatën sepse ai si e jep. Jo, kanë pas shumë punë, s'kanë pas. Edhe jo ndoshta ka qenë arsyeja sepse nuk ta kanë dhënë certifikatën për arsye se kanë menduar se ti je banal. Edhe unë jam unë jam pa poshtë. Prandaj kam menduar ta jap një certifikat. Nuk kanë patur kohë. Se fal leje, fal Luli, Luli ka pas organizuar në apërtit e fal bashkë si u sjell tek ishte përafërsisht karakterit tan, a kupto? Edhe pra do të patin për nerë mu, unë jau di për nerë ju, a kupto?